Ka përfunduar në këtë moment e pjesa e parë e sfidës Vllaznia Vora, ku që blut fitojnë pjesën e parë me rezultatin 1-0 fal penaltisë realizuar nga kapiteni Bekim Balaj. Kam të pranë kolegun tim të nderuar të televizionit shqiptar, pikërisht komentatorin dhe gazetarin e minjor Alban Hasani, i cili po transmeton drejt për drejt në valët e ekranit gjigant të TVSH-s. Shpeshherë jeni pranishëm në Loro Boriqi. Po, shpeshherë jam i pranishëm, vjen gjithmonë me shumë kënaqësi për të komentuar skuadrën e Vllaznisë dhe të raportoj nga stadiumi Loro Boriqi dhe për gjithë Shkodrën, një Vllazni e cila duhet thënë që gjithnjë po e bën më të bukur kampionatin dhe në këtë vit shoh një Vllazni mjaft të bukur, jo vetëm për rezultatet, por edhe një Vllazni shumë argëtuese. Si e përcollet golin avantazhit të pagabueshmin Bekim Balaj, që vetëm një herë ka gabuar, duhet ta themi. Para disa ditësh kam bërë një analizë ose si thuash një zhvillim për sa i përket pjesës sulmit në kategorinë në biznes superiore dhe më rezulton që Bekim Bala është sërish njeriu i cili është kandidatura kryesore për këpucën e ardhshme. Është sërish njeriu i cili duhet mundur. Personazhet të cilët kanë shënuar të paktën një numër dyshifror golash janë të pak nga biznes superiore dhe ai është kandidaturë e vetme. Por ai është një lider i padiskutueshëm, është një nga personazhet e njohur të futbollit tonë dhe unë personalisht mendoj që ai po kalon një super formë dhe vjen të jetë si në vitet e tij të arta dhe të jap kontributin për skuadrën e Vllaznisë. Është emocionuese pasi gjithmonë Bekimi na ka mësuar jo vetëm nga 11 metërshat, por na dhuroi edhe gola spektakolar nga goditje dënimi dhe gjithmonë është surprizues për atë që realizon. Por të komentosh goladorin, këpucën e art të kampionatit dhe njeriu i cili udhëheq gjithmonë është emocion i veçantë dhe të komentosh golet e tij. Ishte një gol me 11 metër që deri diku e prisme, nuk ishte ndonjë befasi pasi nga 11 metërshat në përgjithësi pritet realizimi i goleve, por gjatë pjesës parë ishte edhe në një dy momente ishte në befasi për kundërshtarin, por nuk arriti ta gjente golin në një mënyrë tjetër. Por pas besimit të golit pati reagime nga skuadra Vorës, duke nisur ta kërcënoj paksa portën e portierit gjerman të Vllaznisë. Unë skuadrën e Vorës e kam komentuar edhe në ndeshje të tjera të këtij kampionati. Do të thosha që çdo kundërshtar duhet të ketë shumë respekt për Vorën. E para është nga skuadrat që ka një identitet më shumë se kushdo tjetër shqiptar. Sot ka vetëm një lojtar tuaj informacion dhe kjo është për të përgëzuar në një kampionat ku ka pafundësi lojtarësh tuaj. E dyta është një skuadër e cila ka patur qëndrueshmëri. Një skuadër e cila përveç 7 pikëve të grumbulluara ka treguar vazhdimsi në lojën e saj, ka patur rritje në ndeshje të veçanta, midis pjesëve ka patur vend për përmirësim, përgëzime për teknikun Bellajt, por edhe për gjithë ata që e kanë ndërtuar. Është një skuadër e cila surprizon, një skuadër e cila nuk dorëzohet lehtë, një skuadër e cila luan një futboll të bukur. Ndoshta minutat e para ishin pak asfiksuese nga ana e Vllaznisë dhe statistikat, nëse do t'ja u them, për 30 minuta, 35 minuta e para ishin 9 goditje drejt portës, ku 6 ishin kuadrat nga skuadra e Vllaznisë në pjesën e parë. Ishte 62-38% topi në gjysmënorën e parë të lojës dhe do të thosha që ky është futbolli i një niveli europian që ne shohim dhe për mendimin tim, e kam thënë dhe në koment, është një nga ndeshjet më të bukura të këtij kampionati deri në këtë moment. Është një nga ato ndeshje që dhuron emocione, sidomos pas atyre 30 minutave të para, ku edhe skuadra e Vorës nisi ta bëjë më të bukur pjesën e parë. Shpresoj që edhe pjesa e dytë vijojë me një nivel tjetër. Dhe fundet Alban, sepse do të jeni shumë shpejt në transmetim të drejt për drejt në valët e TVSH për pjesën e dytë Vllaznia Vora. Vetë pozicioni juaj në TVSH dhe në redaksinë e sportit në TVSH Sport, duke ndjekur të gjitha ndeshjet e kampionatit dhe madje duke i komentuar live, keni krijuar një ide, patjetër në këto 5 javë të para. Vllaznia duket që është viti i saj paktën për këto 5 javë të para. Unë e kam thënë që edhe në biseda dhe në analiza, po dhe në momentet kur kam patur mundësi të shfaqem dhe të jap mendim për sa i përket kësaj gjëje, unë e shoh një nga skuadrat më të kompletuara të kampionatit. Kampionati është i gjatë, unë nuk e mendoja që Vllaznia në javën e 5 Martini do kishte probleme prapa vjen dhe duhet të rriqte krymin.
e shoh një skuadër me një kontingjent të plot, pavarësisht mungesave ai gjen zgjidhje, por doja të thosha që kampionati është shumë i fortë dhe shumë rivalizues. Vllaznia është një kandidaturë, ka një sulm shumë të mirë, ka një mesfush shumë të mirë, ka dhe një mbrojtje e cila ka një eksperiencë të konsiderueshme. Unë besoj që nëse do t'i ketë të paktën për pjesën më të madhe në vijshmëri tekniku Martini, të gjithë grupin gati, besoj që Vllaznia është një nga skuadrat që për mua është një nga kandidaturat kryesore për fitimin e kampionatit. Alban Hasani, faleminderit. Ishim me kolegën tonë të nderuar. Alban Hasani do të shkutet shumë shpesh sepse ka për të transmetuar drejt për drejt në TVSH pjesën e dytë Vllaznia Vora. Faleminderit. Takohemi në mbylljet e takimit Vllaznia Vora me një tjetër opinion për mbylljes se pikërisht për ndeshjen Vllaznia Vora, e cila për pjesën e parë mbyll me rezultatin 1-0 në favor të Vllaznisë, se është gati për të filluar pjesa e dytë. E dyja skuadrat janë në fushën e blerë, tashmë Vllaznia ka kaluar në ekranin e majt të ekranit tuaj dhe në ekranin e djathtë do të jetë skuadra e Vorës që akoma nuk ka zbritur në fushën e lojës. Veriu Sporti u solli dy opinione për këtë ndeshje. Fillimisht në paraqneshje ishim me trajnerin e mirënjohur, shkodranin Samuel Nika, i cili aktualisht drejton pikërisht Borrellin në kategorinë e parë, dhe tashmë në pushim të ndeshjes me kolegun e mirënjohur, gazetarin sportiv të televizionit shqiptar Alban Hasani, që po transmeton drejt për drejt në valët e TVSH supersfidën që po luhet në Loro Brishi, Vllaznia Vora, dhe që kryesohet nga ekipi Koçi Blu 1-0. Kaq për momentin, takohemi në fund të ndeshjes. Deri atëherë, mirupafshim.